Ndoqëm bashkë të dashur shikues edhe lajmet e mëngjesit dhe po ashtu dhe materialet të ndryshme të përgatitura nga ekipi i mëngjesit, ndërka që tani kalojmë të një bisedë tjetër të realizuar nga Erza, e cila na flet pak më shumë për Universitetin e Prishtinës, i cili ka hapur një kapitull të ri për zhvillimin e aftësive në sektorin e energjisë. Në kuadër të kësaj nisme, po krijohet edhe qendra për aftësim dhe inovacion në energji, e cila do të ofrojë mundësi të reja trajnimi për studentët dhe po ashtu edhe për të rinjt. Ta ndjekim bashkë këtë bisedë të realizuar nga Erza. E tani shikues të dashur, e kemi një temë tjetër e cila ka të bëjë me marrëveshjen e nënshkruar mes Millennium Challenge Account Kosova dhe Universitetit të Prishtinës, i cili shënon një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të kapaciteteve të sektorit të energjisë. Për të na treguar më shumë rreth kësaj teme, e kemi edhe specialistin e projektit Jeta, zonja Gresa Limani. Mirëmëngjes zonja Gresa, faleminderit shumë që pranove të zhvillojmë këtë intervistë bashkë. Mirëmëngjes Erza, faleminderit për ftesën. Tregona pak se çfarë përfaqëson marrëveshja e nënshkruar mes Millennium Challenge Account Kosova dhe Universitetit të Prishtinës. Kjo marrëveshje është një hap shumë i rëndësishëm drejt zbatimit të projektit Jeta, i cili është projekt në kuadër të programit kompakt në Kosovë. Dhe po ashtu kjo marrëveshje formalizon partneritetin ton me Universitetin e Prishtinës për të krijuar një qendër moderne të trajnimit, e cila do të ofrojë trajnime profesionale në fushën e energjisë dhe sektorët të përafërt me energji. Por pse është i rëndësishëm ky bashkëpunim me sektorin e energjisë në Kosovë? Kosova po kalon një tranzicion energjetik dhe është një fazë shumë të rëndësishme, ku investimet në teknologjit, në infrastrukturat e reja po rriten. Mirë po, njëkohësisht edhe kapitali njerëzor është ai që duhet për t'ju përshtatur këtyre ndryshimeve, kështu që kjo qendër do ta adresoj këtë çështje, pra do të zhvilloj kapital, fuqi punëtore, e cila do t'i përshtatet nevojave reale të tregut të punës në sektorin e energjisë. Për të qenë sa më të qartë për publikun, tregona se çfarë është qendra për aftësim dhe inovacion në energji. Qendra për aftësim dhe inovacion në energji është një qendër moderne e trajnimit dhe e inovacionit, e cila në bashkëpunim me sektorin privat do të ofrojë trajnime profesionale, të cilat si sa më herët do t'i përshtaten nevojave të tyre reale të tregut të punës. Synimi i kësaj qendre është që përveç aftësive teorike të cilat do të fitojnë kandidatët në qendër, një pjesë shumë e rëndësishme është edhe përvoja praktike. Pra, kandidatët do të kenë mundësi që një pjesë të trajnimit ta kryejnë në kompanitë me të cilat do të bashkëpunojnë kjo qendër. Po, tregona pak cilat janë ato objektivat kryesore të kësaj qendre? Po, objektiva kryesore, si thash edhe më herët, është për të adresuar këtë tranzicionin energjetik dhe për të krijuar një fuqi punëtore e cila më pas, sepse synimi i qendrës nuk është vetëm dhe suksesi i qendrës nuk matet vetëm me numrin e të trajnuarve që dalin nga kjo qendër, por gjithashtu edhe me numrin e të punësuarve. Pra, të trajnuar, që janë të kualifikuar për t'ju përgjigjur kërkesave të tregut të punës dhe si rezultat të rritet punësimi i këtyre kandidatëve. Të kthehemi krejt në fillim, në na tregu pak se si lindi ideja e krijimit të kësaj qendre. Po, kjo qendër, tash po kthehemi prap te tranzicioni energjetik, normal që këto ndryshimet e reja, tash jemi të fokusuar më shumë te eficienca e energjisë, tek teknologjitë e reja që po përdoren në këtë sektor, mirë po kandidat fuqi punëtore nuk ka shumë të kualifikuar për t'ju përgjigjur këtyre ndryshimeve. Prandaj ideja është që, sepse është qendra e parë në rajon, e cila do të bëhet specifikisht për këtë sektor, pra në sektorin do të ofrojë trajnime profesionale vetëm në sektor të energjisë dhe sektorët që i përshtaten, që janë përafërt me sektorin e energjisë. Dhe ideja është që t'i përgjigjemi këtyre kërkesave, të cilat kanë dalë nga tregu punës dhe që ka nevojë për fuqi punëtore, mirë po nuk po kanë. Kështu që qendra do ta ofrojë këtë. Në fillim për publikun e përmenda që ti je specialiste programit Jeta. Tregona pak se çfarë roli luan projekti Jeta në funksionalizimin e kësaj qendre.
Projekti Jeta, si sa është më herët, është projekt i programit Kompakt. Programi Kompakt është një program i cili është si rezultat i bashkëpunimit mes dy qeverive, qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së Republikës së Kosovës. Ky program mbështet zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e sigurisë energjetike në Kosovë. E një ndër projektet e këtij programi, pra programit Kompakt, është edhe projekti Jeta. Projekti Jeta synon të krijojë një fuqi punëtore e cila më pas do të jetë e aftë për të punuar në kompanitë në sektorin e energjisë. Roli i projektit në funksionalizimin e qendrës përveç asistencës teknike, sepse projekti Jeta do të ofrojë asistencë teknike për të funksionalizuar këtë qendër, po ashtu Jeta ofron mbështetje për pajisjen e laboratorëve me teknologjitë dhe me pajisjet më të reja, ashtu që ajo pjesa e praktike e trajnimit të realizohet sa më mirë dhe normal do të ndihmojnë në zhvillimin e kurikulave dhe trajnimeve të cilat do të ofrohen nga kjo qendër. Por ju e përmendet që kjo do të jetë një lloj praktike si me teori, gjithashtu dhe me praktik për të gjithë të rinjët. Tregona se çfarë lloj trajnimesh do të ketë për të rinjët? Qendra fillimisht janë identifikuar dy trajnime prioritare që i themi ne, të cilat janë identifikuar në kuadër të analizës dregut të punës dhe kompanitë të cilat kanë qenë pjesë e këtij vlerësimi, sipas rezultateve që kanë dalë, domethënë dy trajnimet prioritare me të cilat do të fillojë qendra, do të jenë instalues të paneleve solare dhe teknikë për eficiencë të energjisë. Kush do të ketë mundësi të marrë në këtë trajnim pjesë dhe cilat grup mosha? Qendra do ta ketë një gamë të gjerë të përfituesve, edhe nuk ka ndonjë grup moshë të caktuar. Kjo është e mira e kësaj qendre, sepse përveç të rinjve, përveç punëkërkuesve të rinj, po jo vetëm për punëkërkuesve, do të kenë mundësi edhe ata që janë aktualisht të punësuar në këtë sektor, por kanë nevojë të rikualifikohen ashtu që ta zhvillojnë karrierën e tyre. Prandaj nuk ka ndonjë moshë të caktuar, do të kenë mundësi të gjithë qytetarët të cilët janë të interesuar të zhvillojnë karrierën në këtë sektor. Ju e përmendët që ju e keni bërë këtë marrëveshje dhe pastaj të rinjët do të kenë mundësi në kompanitë energjetike të bëjnë praktik. Tregon pak se a kanë qenë të hapur këto kompanitë energjetike të jenë bashkëpunues me juve? Si që thash, roli qendror i qendrës është që përveç pjesës teorike të ofrojë mundësi edhe që kandidatët të kenë përvojën praktike. Kjo do të bëhet përmes bashkëpunimeve me kompanitë private në sektor të energjisë dhe sektor të përafërt dhe duke krijuar marrëveshje bashkëpunimi me ta, kandidatët do të kenë mundësi që një pjesë të trajnimit ta kryejnë në vendin e punës, pra në kompanitë me të cilat do të bashkëpunoj qendra. Kjo do t'ja arrit aty normal do t'a zhvilloj karrierën e tyre përmes përvojës praktike që do t'a fitojnë ata, mirë po edhe do të krijojnë kontakte profesionale që do t'i ndihmojnë aty në të ardhmen për të gjetur një punë që ata kanë dëshirë. Por kur pritet të jetë funksionale kjo qendër? Në shkrimi i kësaj marrëveshje është hapi i parë për funksionalizimin e kësaj qendre. Pastaj janë hapa tjerë, ne jemi në proces të zhvillimit të trajnimeve dhe pastaj do të ketë formalizimi ose formimi i strukturave qeverise të qendrës, rekrutimi i stafit dhe si afat kohor ne mendojmë që trajnimet e para do të fillojnë diku ka mesi i vitit të ardhshëm. Por tregon pak se si do të motet suksesi në vitet e ardhshme të kësaj qendre sipas jush? Si thash edhe më herët, suksesi nuk do të matet vetëm me numrin e të trajnuarve që do dalin nga qendra, por edhe me numrin e kandidatëve të cilët do të punësohen në sektorin e energjisë. Por sa është i rëndësishëm zhvillimi i kapitalit njerëzor në Kosovë përmes kësaj qendre? E thash, tranzicioni energjetik është diçka që po ndodh në Kosovë dhe zhvillimi i kapitalit njerëzor është njëra ndër aspektet kyçe, sepse pa e zhvilluar kapitalin njerëzor nuk do të kenë mundësi të përdoren ato teknologjitë e reja që vijnë si rezultat i tranzicionit apo infrastruktura. Kështu që kapitali njerëzor mendoj që është kyçe e pastaj investimi në infrastrukturë në teknologjitë e reja.
Cili është mesazhi juaj për të gjithë ata të rinjët që dëshirojnë të ndjekin karrierën e tyre në sektorin e energjisë? Mesazhi im është që të jenë pjesë e këtyre trajnimeve, sepse do t'jetë një qendër si thash inovative, moderne, e ofrimit këtyre trajnimeve në sektor, për ata që duan të jenë pjesë e sektorit të energjisë, është mundësi shumë e mirë, sepse trajnimet do t'jenë praktike edhe do t'kenë mundësi t'a bëjnë një përvojë në kompani, ndërsa për kompanit është një ftesë për partneritet, sepse ne kemi dëshirë të bashkëpunojmë me sa më shumë kompani, ashtu që sa më shumë kandidatë të kenë mundësinë t'a kryen përvojën praktike në kompani të sektorit të energjisë. Faleminderit shumë zonja Gresa për të gjitha këto detaje dhe të gjitha këto informacione dhe shpresojmë shumë që kjo qendër vetëm të ketë suksese në vazhdimsi. Faleminderit dhe juve Erza. E tani shikues të dashur, për të gjitha këto detaje nga unë Erza, mirëmbëjtje.